Mos e neglizhoni, mund të helmoheni nëse hani kosin në këtë mënyrë. Ushqimet e qumshtit si djathtë, akulloria dhe kosi mund të shqetësojnë stomakun pas helmimit nga ushqimi. Kështu njerëzit mund të dëshirojnë t'i shmangin ato në favor të pijeve hidratuese dhe ushqimeve më pak irritues. E thënë thjesht, siç e dini, nëse kosi është i prishur, fillimisht I merr një herë. Kosi I prishur zakonisht ka një erë të rëndë që është shumë e keqe. Do të ketë erë të keqe si qumshti I prishur. Disa orë pas, nëse kosi sapo ka filluar të prishet, por është ende I ngrënshëm, akoma nuk do t'jetë edhe aq I fortë. Por çfarë mund të bëni me kosin e prishur? A është I sigurt kosi I prishur? 6 mënyra se si mund ta përdorni atë pas datës së skadencës. Mund ta përdorni edhe në mënyra të ndryshme, por ekspertët këshillojnë që të mos e konsumoni kosin e prishur pasi mund të ndikojë negativisht edhe në helmimin e trupit tuaj.